në këtë periudhën e fundit, me thënë këto, në gjithë këto edicione, nëse marrim në Shqipëri, me që përmendë Big Brotherin, ndodh fakti që sigurisht ka njerëz të cilët vinë dhe kërkojnë të ngjajnë si biles kishin ndryshuar dhe ngjyrën e flokëve. Pra ishin mashkull, domethënë, i cili ishte bërë në një farë mënyrë bionde, pa futur të përmendur një konkurrent shumë të famshëm të viteve të fundit, dhe kërkonte të ngjante në karakteristikat e këtij personazhi, domethënë, sepse mendonte që do arrinte të bëj sukses. Po flas për Luizin apo jo? Po, mund të themi që po flas për Luizin, besoj se ishte, kam pasur në atë periudhë, kam pasur shumë pacientë të cilët vinin dhe kërkonin që të ngjanin te Luizi, me thënë këto në përgjithësi. Pra, ishte një kërkesë. Vinin meshkuj dhe thonin, "Dgjoj doktor, duhet bëjmë si Luizi." Po, Ishte Shkodran apo në Tiranë, jo, nuk është në Tiranë, domethënë tonë kishte një kërkesë të tmerrshme, domethënë tonë të njerëzve që kërkonin të ngjanin tipare, pra ishin mendonin se ishin bërë një me atë dhe personazh. Pra, mund të themi që ky personazh kishte arritur dhe ishte integruar totalitet, domethënë tonë në karakterin, dhe ata kërkonin që të ngjanin ose të bënin karakteristika që ashtu. Ky është pacienti më i gabuar.